njerëzit që nuk e njohin realitetin këtu. Base në mesazhet tuaja ju shkruajnë publiku dhe... Jo, më nuk më na shkruaj asnjëri më shkruaj. Po, çfarë do thënë? Çfarë do thënë? Ja pra, mua çfarë më shkruajnë? Po. Edhe po hesht paktën një gjë thotë ju trinjtësiveni. Një kulturë debati më të qetë. Po çfarë po bëjmë? Edhe a ta mbaroj? Ja, pikërisht. Po çfarë po bëjmë? Ja që vjetër, saqë këtë po thonë njerëzit. Ja pra po përgjigjem, njerëzit thonë, dëgjoni njëri tjetrin që na dëgjoni qytetarët. Dialogoni me njëri tjetrin që dialogoni me qytetarët. Po ne kemi dialoguar bashkë, ti e di shumë mirë që ne të dy kemi dialoguar për probleme të veçanta, dhe ti e di shumë mirë se kemi pasqyra e debatit që vrau Teatri Kombëtar, që vrau Ardit Gjoklajn, që vrau 800.000 euro taksa për blerë mbathje, që vrau inceneratorin, që vrau PSD. Kjo është kaseta. Kjo është kaseta. Publiku janë në kamerë, ta shonë në krap, për fajsus i PSD-ve. Sekeni me kaseta më me CD, sekeni. Jo, është çështje dialogut. Nëse ju kërkoni standard dhe ne vëmë kasetën, ne mund ta vëmë qyteti kërkon, qyteti kërkon. Tirana para 9 vitesh me Tiranën social. Dhe nëse ne fillojmë tani të mohojmë faktet, ku është Rësia? Nëse ne harrojmë faktin që ai incenerator nuk ekziston, që Erion Veliaj me Klodiana Bushkën, kolegët tënde çonin mesazhe, një sekondë, ta mbaroj. Klodiana Bushka çonte mesazhe kush do të jetë kryetar në trupën gjykuese. Pra, nëse ne mohojmë gjithë realitet ku në Itali drejtori i Eko Tiranës është i arrestuar nga Ndragheta etj. Pra, këtë kërkoj qytetarët, kjo është Rësia. Të pranojmë me kurajo faktet. Okej. Të pranojmë dialogun. Po të mungon kja thua qytetarë, thuaja qytetarë. Ne po japim opinionin tonë. Ne po japim gjykimin tonë. Ne po japim gjykimin tonë. Kush është kryetari jo njerë? Ja më javë, një pyetje thjesht, publiku që dje. Kush është kryetari bashkisë? Kryetari im është aktualisht Erion Velia, pa një akus konkrete. Jo, më nuk jam ignorant fare. Nuk jam ignorant fare. Ligjërisht, juridikisht, një Erion Velia i ndaluar. Është deleguar firma në kryetarisë bashkisë. Erion Velia ka vendosur një dokument me firmën e tij, i cili thot unë delegoj. Pra, tash kjo është një juridike. Ti do të bësh lajm, Akili. Akili do të bësh lajm, Akili. Atë pjesën e ignorancës. Jemi për zgjedhje të përgjithshme. Atëherë, jemi pjesën e ignorancës. Jemi për zgjedhje të përgjithshme. Tani dhe bëjmë zhurmë stili vjetë ose dëgjojmë një tjetër tani ti nuk mund të thuash ignorant, sepse shumë mirë e kupton shumë mirë situatën. Do të deformosh në interesin tënd, deformoj. Ai dokumenti me firmën e Erion Velia juridikisht di gjë që të ketë shkarkuar deri Erion Velia nga detyra. Okej, atëherë një minut, stop. Qofse ti do të flasësh për kulturë demokratike, qofse do të flasësh do merrem me mikrofonat tuaja, ju paralajmërova. Në qofse vazhdoni kështu do merrem me mikrofonat tuaj. Qofse do të flasësh për kulturën europiane. Këto argumenta i mbani dhe vazhdoni në mitingjet tuaja, se nuk jemi këtu në një miting elektoral, apo jo? Që në fillim ne përpiqemi të të standard modern europian. Atëherë nuk kemi në mitingje secili nga ju le të shpalosi ide dhe këndvështrimet e veta. Mbarova me dy pyetjet e Partisë Socialiste, do kthehem nga Partia Demokratike tani dhe do ju bëj një pyetje tjetër. I pyeta çfarë është bërë mirë dhe keq në to 12 vite në qeverisjen Rama, po ju pyes juve, njësoj për Berishën dhe PD-n, sipas ju çdo gjë